përshëndetje të gjithë dhe kjo është videoja me parë me zo dhe shpresoj të jemi mirë se ardhën nga ju. E di që këtë premte keni prit një video tjetër se ju kom premtu me specat mbushur, por në momentin e fundit e vendosa me postu këtë video pasi që e kom incisu me zo edhe dishta me po që shpe pritni edhe ju. Gjithashtu kam e postu edhe videon që ju kom premtu, po në javën tjetër. Dhe kjo video është me pregaditjen e tiramisus, gjithashtu ëmbëlsira ime e preferuar. Shpresoj që kam ju pëlqyer edhe video edhe spjegimi me zo i pregaditjes. Dhe tani fillojmë me pregaditjen. Së pari duhet ta rrojmë me mikser krem panën, kështu si në video. Shkojmë duke rrit shpejtësinë e mikserit dhe gjatë kohës që rrohet pana me mikser, hedhim një lugë sheqer. Mundeni mi hedh më shumë nëse preferoni me të ëmbël, nuk ka hiç problem. Dhe krem panën e kena gati. Duhet të duket kështu si në video, të jetë e qëndrueshme. Pastaj e kalojmë në një anë tjetër dhe fusim në frigorifer. E lëm aty derisa t'i përgatisim përbërësit e tjerë. Dhe fillojmë me vezët, i ndajmë të vezët nga të kuqet. Kështu një nga një, me kujdes nga dalë për të mos i bashkuar. Dhe fillojmë gjithashtu edhe këto i rrojmë në mikser, por së pari duhet t'ja hidhim një lugë sheqer, si që cika edhe në fillim, mund t'i hedhni sa të dëshironi ju. Derisa të vezët e vezës të rregullohen vetë me mikser, ne fillojmë i përgatitim të kuqet. I pastrojmë nëse ka nevojë, i hedhim një lugë sheqer së pari në fillim, pastaj përzim, i hedhim nëse ka nevojë hala ose si të dëshironi ju. Pasi kena përzi pak, i hedhim mascarpone. Dhe gjithashtu kremin tjetër e kemi gati. Edhe kjo duhet të duket si në video, të jetë i qëndrueshëm, mos të rshas. Këtë duhet ta përzim mirë, të duket gjithashtu si në video. Dhe kremin që kemi përgatitur në fillim e kemi marrë nga frigoriferi dhe po fillojmë me i bashku gjithë përbërësit së bashku. Dhe vazhdojnë kështu dalë nga dalë, jo për një herë, dhe duke e përzirë nga poshtë lart, për mos me e humbë ojrin e kremave që u formu dhe për me nejtë ëmbëlsira më e fryer, e qëndrueshme pra. Krejt në fund pasi ta përzijem, ja hedhim një lugë të mesme me ekstrakt vanilje, nëse doni unë me hedh sheqer vanilje. Dhe kështu kena orë në fund të përzirjes së kremave, e rregullojmë kafën ku kena me zbut keksat. Gjithashtu edhe këtu hedhim një lugë të mesme me ekstrakt vanilje. Dhe fillojna me përgatitjen. Së pari e lym pjesën poshtë për me nejtë më qëndrueshme.
keksat, i zbutim pastaj në kafe, dal nga dal, i lagim vetëm një herë, sepse me mbajt ma shumë, atëherë nuk i rrin kremi mbi edhe prishet torta, kështu që duhet t'i fusim në kafe vetëm një herë, kështu si që po e shihni në video. Dhe kështu i renditim keksa dal nga dal dhe e shtrojmë shtresën e parë të kremit që e kemi përgatit. Pasi që e kemi shtri mirë, i hedhim pak kakao, se jep shije ma shumë. Dhe vazhdojna prap me renditjen e keksave ose biskutave, si do që t'i quani. Pra kështu edhe këtu vazhdojnë e njëjta procedur, i renditim keksat, pastaj fillojmë me lyerjen mbi. Këtu duhet e hedhim pak më shumë sepse është pjesa e mesit, por mos harrojna me lënë edhe do në fund për me mbulu komplet keksat, sepse kena me bë edhe një shtresë tjetër, kena me rendit edhe një herë keksat. Dhe kështu dal nga dal kena orë tek rendi i fundit të renditjeve së keksave. Tani është pjesa e fundit, ku kena me hedhë kremin, gjethen që na ka met, dhe kështu e shtrim dal nga dal me kujdes. E rregullojna pasi e kena shtri edhe një herë për herë të fundit, gjithashtu duket edhe më bukur, dhe fillojna me mbush me kakao mbi. Pasi ta keni mbush me kakao, unë preferoj pak t'i hedh edhe çokoladë të zezë, çokoladë gatimi mbi, sepse edhe duket më bukur, po edhe jep një shije tjetër pak më ndryshe se me tiramisu që kena mësu. Pasi të përfundojna tiramisun, e mbështjellim me folje kuzhine, ku do ta fusim në frigorifer
që të ftohet, për unë e kam lënë diku 5 orë, po mund ta lëni tër natën dhe bëhet më e mirë. Dhe kështu duket tiramisu. Çokolata nuk është ngjitur në letër të kuzhinës në folje hiç, sepse është kop mjaftueshëm dhe fillojna me prerjen. Edhe kështu fillojna me prerjen e tiramisus. Ju nevojtet edhe 1 litër e kuzhinës, që gjatë prerjes i kopet kakao e kremën që e kemi në tiramisu, dhe gjatë prerjes prishet pamja e tiramisus, kështu që pastrojeni gjithmonë me 1 litër kuzhine ose pallum, sido që ta quani. Tiramisu është pak më e trosh, normal nuk qëndron si tiramisuja me 2 shtresa, por ju premtoj që për shije është shumë e shishme. Besoj që kam ju pëlqyer edhe juve gjithashtu. Dhe ja, kështu duket tiramisu, edhe pamja është e bukur, por edhe shija është perfekte. Nëse e provoni edhe ju tiramisu në këtë mënyrë si e kam përgatitur unë, ju lutem lini një koment. Shpresoj që këtë lloj torte ta përgatisni në shtëpitë tuaja për ditë mira, për festa, dhe shihemi në video tjera. Dhe deri në videon tjetër të radhës, ju përshëndes të gjithëve, dhe gjithashtu kam nevojë për këshillat e juaja. Nëse më duhet përmirësim, më lini një koment poshtë. Jeni të mirësehur, poç.